Turizmi në Shqipëri po ndryshon profil, rritet interesi nga Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara, shkruan faqja e njohur Travel and Tours World. Turizmi në Shqipëri po hyn në një fazë të re zhvillimi me një ndryshim të dukshëm të strukturës së vizitorëve të huaj dhe rritje të fortë interesi nga Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo pritje evidentohet në një analizë të publikuar nga portali ndërkombëtar Travel and Tours World, i cili thekson se vendi po fiton gjithnjë më shumë vëmendje në tregjet turistike more. Sipas raportimit tonë se Kosova dhe Italia vijojnë të jenë burimet kryesore të turistëve për Shqipërinë, ritmet më të shpejta të rritjes po regjistrohen nga tregjet më të largëta dhe me fuqi më të madhe blerëse. Turistët nga Gjermania dhe Franca po shfaqin interes në rritje për destinacione kulturore, natyrore dhe bregdetare, ndërsa vizitorët amerikanë po e shohin Shqipërinë si një destinacion të ri, ende të pa eksploruar plotësisht në mede. Tirana vazhdon të jetë porta kryesore e hyrjes për turistët e huaj, pa lidhje vajrore në rritje dhe zhvillimit të shërbimeve urbane. Ndërkohë, Durrësi mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara për turizmin familjar dhe atë detar, për shkak të afërsisë me kryeqytetin dhe infrastrukturën e hotelerive ekzistuese. Një vëmendje e veçantë po i kushtohet edhe Bregdetit shqiptar, veçanërisht Rivierës së Jugut, ku zonat si Vlora, Himara, Dërmiu dhe Saranda po tërheqin gjithnjë më shumë turistë huaj gjatë sezonit veror. Artikulli vëren se rritja e rrugtit po shoqërohet edhe me shtim të kërkesës për struktura akomoduese cilësore dhe shërbime turistike më të standardizuara. Një nga faktorët kryesorë që po nxit rritjen e turizmit është zgjerimi i rrjetit të fluturimeve ndërkombëtare, veçanërisht nga kompania ajrore Low Cost, e cila ka shtuar ndjeshëm destinacionet e kryeqytetit shqiptar. Kjo ka lehtësuar aksesin për turistët europianë dhe ka ulur kostot e udhëtimit. Gjithashtu, çmimet relativisht më të ulta krahasuar me destinacione të tjera të mesdheut, së bashku me natyrën e paprekur dhe trashëgiminë kulturore, e bën Shqipërinë një alternativë gjithnjë më tërheqëse për pushimet. Pavarësisht rritjes së fortë, sektori përballet me sfida serioze, ndërto përmendet për infrastrukturën, menaxhimi i mbetjeve, bipopullimin sezonal dhe rritja e çmeve në disa zona turístike, shka të ndikojnë negativ për vojtorëve. Ekspertët vlerësojnë se për ruajtjen e rritjes dhe për ofertën, Shqipëria duhet të investojë shumë në turizmin e qëndrueshëm, planifikimin urban dhe mbrojtjen. Sipas të dhënave të turistëve të huaj, Shqipëri ka arritur nivel rekord është ndërruar turizmi nga sektorët kryesorë të ekonomikë. Rritja e interesit nga tregjet e reja shihet si një mundësi për të rritur të ardhurat, për të zgjatur sezonin turistik dhe për të diversifikuar ofertën për te turizmi. Në këtë kontekst, Shqipëria po pozicionohet gjithë më shumë në destinacion emergjent europian me potencial të madh, por edhe me nevojën për politika afatgjate që të garantojë zhvillimin e balancuar dhe